Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, selavatet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 63 me radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut këtu poshtë. Dhe sot fillojmë me hadithin e 25 me radhë që ka sjellë Imam Neveviu. Hadithin e 25 me radhë. Ndërsa ky hadith vjen prej Ebu Dharr al-Ghifariut edhe ky hadith, për një sahabi për të cilin diçka kemi fol në hera të kaluara. Ndërsa nëse mundemi me titullu, m'javu një emër këtij hadithi, me thonë kështu titullin m'javu, pasaneket i morën të gjitha shpërblimet. Si lloj ankese. Pasaneket i morën shpërblimet krejt. Ata që janë të pasur, i morën shpërblimet. Dhe ky hadith, në fakt e ka sjellë Imam Muslimi dhe Imam Neveviu, në Muslimin në Sahihun e tij, Imam Neveviu ka prunë një verset, e unë kam prunë edhe shtesë versetin tjetër që e plotson versetin ose transmetimin që ka prunë Imam Neveviu. Tregon këtu se Ebu Dharr al-Ghifariu thotë, erdhen do shokët pejgamberit alayhi salatu wassalam. Anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Erdhen një grup shokëve të pejgamberit tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ju drejtuan pejgamberit alayhi salam. I thanë, ja Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur. Pasaneket na i morën shpërblimet, morën shumë shpërblime. Pasaneket morën shpërblime shumë. Yusalluna kama nusalli. Pasaneket tanoj dërgumi i Zotit, po falen, çashtu që po falemi edhe ne. Wa yasumuna kama nasum. Edhe ata agjerojnë sikur ne. Ne agjerojmë, po ata pa agjerojnë. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mirë, po ata e kanë një shtesë, po dhojnë sadak prej pasurisë shumë që kanë, diçka që ka po i mbet tani prej pasurisë, po dhojnë sadak. Erdhen si lloj ankese, se këta po dhojnë sadak, na nuk pikejnë aranet dhe senet. E pejgamberi alayhis salam, domethënë njëjtë namazin, njëjtë agjerimin, vetëm se këta pe kanë mundësinë për sadak, e na s'po mujnë, na s'po kem kushte me dhon sadak. Pejgamberi alayhis salam ju drejtu dhe i tha, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. A nuk ju ka bën Allahu, a nuk ja ka hap Allahu edhe juve rrugët për me dhon sadak? Edhe janë nisë bëja tregon. Tha pejgamberi, inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Tha dine që në çdo tasbih, me thon subhanallah, ka sadak. Wa kullu takbiratin sadaqa. Edhe sa herë thu Allahu akbar, o sadak për ty. Sadak që të shënohet tek Allahu sadak. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Edhe sa herë thush alhamdulillah, të shënohet sadak. Wa kullu tahlilatin sadaqa. Edhe kur thoni tha ju la ilaha illa Allah, ju shënohet sadak. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Tha edhe kur urdhëroni për të mirë, është sadak për juve. Edhe kur ndaloni nga e keqja, është sadak për juve. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Jo veç kaq, por tha, edhe ju nëse i afroheni bashkëshorteve tuaja, për intimitet, edhe kjo sadak. I thanë, ja Rasulullah, ayati ahaduna shahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Thanoj dërgumi i Zotit, a ka dhe çështu që na me ju afru bashkëshorteve tona për intimitet, me ju afru bashkëshorteve edhe që të sadaka? Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizr. I than, a keni mendu që nëse i afrohet dikujt njerëz për intimitet që e ka haram, a nuk ka gjuna?
Pra ka gjuna, فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Pra kështu është ku t'i afrohet në ato që ka halal, ka është problem, ka sadok. Ja tha që të fjallë, atyre sahabive që erdhen dhe këtë verset e ka sjellë Imam Muslimi. Prej Ebu Dher el-Ghifariut. Mirë po, këta ka sjellë Imam Neveviut. Mirë po, Imam Muslimi e ka sjellë edhe një verset, një transmetim tjetër prej Ebu Hurajres, i cili thëtë se këta burrat që kanë dhe e pyetën pejgamberin alayhi salatu wasallam për të pyetjen që ja banën, tha këta burrat shkum, kalojnë një kohë, por kur ndëgjum pasanekt, ata pasanekt merrshin problem me pasurinë e tyre, por kur ndëgjum që edhe me bëmë të subhanallah, po merr ka sadok, po vaj ka si sadok, po të llogarit ka sadok, me thonë elhamdulillah, ka sadok, me thonë la ilaha illallah, sadok, me thonë Allahu Ekber, sadok, janë nesën edhe ata, edhe pse kishin pasuri. Janë nesën edhe ata, edhe sadok me pore, dhonshin sadok, edhe janë nesën me këtu fjalë. Kur netën qështu, këta burrat që kishin shku te pejgamberi, u kthyn te pejgamberi, thonë, "O i dërguar i Zotit." Tha vëllezërit tun që na folën për ta, ata si kanë ndëgju që përveç pasurisë me fitu shpërblimin e sadakos, edhe me këtë fjalë që na po i thujna që po morën mi sadaka, edhe ata e keni, edhe ata pe praktikujnë. Kështu që ata tash po na kalojnë. E pejgamberi alayhi salatu min tha, ju kthy tha, "Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha." O shoktë mi, kjo është nimet i Zotit. Ai tash Allahu i ja jep kujt të don. Unë jam kallëzuar metodën, ka me hi qysh me hi, edhe qysh me fitu edhe ju sadakën, ama tash mu bo kërejt njëjt, Zoti kujt të don jetë. Kjo ishin hadithin, që me një verset shtesë, që kemi pru, nuk ka pru Imam Muslimi, por këtë hadith të 25 që sjell Imam Muslimi. Mirë po tashti, po i flas për ka pak fjalë për çdo fjalë të këtij hadithit. E para Abu Dharr el-Ghifarius po flasim se kemi folur për ta. E pastaj ai vreni në fillimin e hadithit, që ishin të interesuar shokët e pejgamberit alayhis salam me bë diçka që është hajër. Me bë gara në të mirë. Si nishin që një vepër është e mirë, mëre me bë çat vepër të mirë. Apo e vren hadith se këta që shtan, këta pasanikat pa mojnë spadojnë sadok, pa morrin shpërblim. Po nas po mund ç'a me bë. Në njëherë ishin të interesuar me marrë shpërblimin. E pejgamberi ja u kallzoi metodën pra dhe për juve ka shpërblim qysh, nisnja me subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, edhe me këto juve i llogaritet sadok. Nga çka kuptoni se interesin e madh të sahabive për me marrë shpërblim tek Allahu Azza wa Jall, për me kry veprat të cilat e afrojnë ose i afrojnë ata tek Allahu Azza wa Jall. Bile thonë drejtën, sahabëve ju ka rastis në herë. Nëse një grup tjetër i sahabive, i shokëve të pejgamberit, kanë mujt me bënë një vepër të madhe të mirë, por këta s'ken mujt. Nëse këta s'ken mujt, ju ka rastis janë mërzit, dhe që atë. Janë mërzit shumë, ju mërzit po sa që prej mërzis të madhe, që s'po mujnë me bënë qatë vepër të mirë, çfarë po e bënë shokët e ti, kanë qajtë. Kanë qajtë që s'po mujna me bon edhe na vepër të mirë si kur ata. Bile, këtë vepër të sahabët që tash në fund të përmenda, ja ka përmenda dhe Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e përmenda në surën At-Tawbah, i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi." Ma ahmilukum. Tha edhe për ata s'ko gjëna, ju tha Allahu tash në ajet Kuranit. Ja përshkujti gjendjen e shokëve të pejgamberit. Ndodhi një fal lufte. Gjafe. U përgatitën për një luftë, po duke me shku larg. Në kom subaj ke me hesë. E tash të ato mjetet e asojnë kuajt, devet si kishin krejt. E disa ishin të varfër. Disa investuan bletën kuaj edhe deve që shkoni. Disa dhanë edhe pasurije, që është historiku pak më gjatë. Por disa s'patën mundësi, as me dhapare, se ishin të varfër. Por kishin qef me shku, bilit shkujna. Mos muna me hyp me na ideve na ikon, ose me na ikoli mu bot 2 vetë me një, edhe me shku në betej.
u nis një beti u përgatit. Kur shkon atë, Allahu ja përshkruajti gjendjen pejgamberit. Për çata ta s'ko gjuna. Çata që erdhën te ti, edhe ti atyre ju thave që s'ka me çka më morë me veti. Se shkon ata sahabit tek pejgamberi alayhis salam dhe i than, oj dërgumi i Zotit, amonit kru, mundësisht, merrna dhe neve në betej, se e dishin shpërblimin e luftës në rrugën e Zotit. Merrna dhe neve. Pejgamberi sa tha, nuk ka me çka. Këti kena zonë që ato dikush me dy veta me një deve, dikush ka një, nuk ka vend. Ati si përshkujti Allah azza wa jalla, tawallu a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ata thanë, shkani. Vetëm se, tha Allah ja përmendi gjendjen e tyre. Atyre ju mboshën syt lat, i rrezshin latet e tyre. Pse s'po mujnë me bo kur gjon për që të mirë, që këta ta shpezojnë të mirë, por na s'po mujnë. Na s'po mujnë na me marë, e u mërzeten, pse këta po marrin, na s'po marrin me kur gjon, edhe s'po mujnë na me shku me pejgamberin alayhis salam, ju mboshën, tha Allahu, syt e tyre lat. Pra kështu ishin sahabët. Kështu ishin sahabët që ishin të interesuar me zonë shpërblime, me arrit shpërblime. Edhe në këtë hadithin që e sjella, ishin të interesuar. Se tha, ju drejtuan pejgamberit alayhis do pasanika, ata sikur na po folën, sikur na po agjerojnë, vetëm se ata po dhojnë sadok, na s'po dhojnë, na s'po kemi çka me dhon. Qysh m'ja bon? Ishin të interesuar me bon mirë. Kështu do të jetë shembulli edhe për neve. Nëse bojna gara ndiçka, është më e mira. Që shka thonë Allahu në Kur'an, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Në shpërblimet e mëdha që pritën në xhennet, në çaton le të bojnë gara njerëzit. Në çaton le të bojnë gara. Nëse kish më bën mushty me dikan, ajo kishte më qenë më qelluara. Mushty në vepra të cilat neve na ose na çojnë në xhennet, ose na forcojnë rrugën për në xhennet. Këtu pra erdhen, kjo kishte parahyrjen në hadith, erdhen njerëzit tek pejgamberi alayhis salam dhe i thanë se pasanikat, oj dërgumi i Zotit, dhe ahlu duthur bil ujur, pasanikat po na kalojnë me shpërblim. Nga që kjo pjesë nuk do të kuptojmë na se sahabët kanë xhelozuar ndaj njëri tjetrit. Hasedin, se kanë post, nuk është ka puna hasedit, por është ka puna e interesit të tyre qysh me arrit lart. Edhe këta me arrit lart. Për shembull, nëse një njeri është më i ditur, për bëj një krahasim më të vogël. Nëse një njeri është më i ditur se ti, tash ti thu, ai është më i ditur se unë, është moshe imja, e pse unë s'po moj, e qysh ta gjoj edhe unë rrugën që të bëhuna qashtu i ditur. Kjo nuk do në të thëtë se ti e ka e gjelozën ato të parin, të diturin. Por jetuj e kojt vetën tonë dhe qysh me arrit qashtu. Shtu ishin edhe sahabët. Ishin edhe sahabët. Këta ju që gjelozun pse pasanikat po falen, si ku këta, po agjerojnë si këta, po dhojnë sadok me pare që këta s'pekan. Këta nuk e gjelozeshin këto, sahabët, por ishin të interesum edhe këta qysh me gjithë një rrugë, edhe këta me marë që shtë shpërblime shumë. E pejgamberi, alayhi salatu, se ta i thanë, ju sallu në keme në salli. Njëjtë, si ku na po falen. Na po agjerojmë, ata po agjerojmë, na po falen, ata po falen. Na po agjerojmë, ata po agjerojmë. Vetëm se ata po dhojnë pasuri. E atër pejgamberi, alayhi salam, ja të regaj ta, po një të regaj rrugën. Cila, tha, a nuk e dini jo që veç me thonë, tha me thonë, së hërtush, subhanallah, unë sadok. Nga që kjo pjesë e hadithit, neve në letësuhet, neve dhe atyre, ose atyre që janë pak më të varfër, që se kanë mundësin, me dhonë shumë sadok me parët të tyre, e kanë mundësin me dhonë me bon sadok me gjuhën e tyre. A i mundan, a i rëndan, a kanë vështirë, a kanë e farë probleme, a ja pengon punën e tyre, nëse ata gjatë gjithë ditët kishin me thonë subhanallah. Subhanallah. Disër të subhanallah, shpërblimet vinë. Edhe bili për këtu dhikin e këna pas përmen edhe me lartë, çfarë shpërblimet tjera ko. Bili sa që ka për këtyre lloj shpërblimeve, sa që në orë hadithet,
rreth frunit të Allahut azza wa jall, kjo subhanallahu që të thu alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, që për secilin prej tyre pa problem, edhe sadok, po shpërblimi ka që matash më thënë ke çka na fol, një prej tyre pe përmendin hadith të shkollës së mirë që rreth frunit të Allahut sillen, Allahu i ju jep formë këtyre fjalëve, edhe këtu thonë o Zot, filanit ka përmend. O Zot, filanit ka përmend, edhe tha pejgamberi dalin si zonat bletave. Si zonat bletave që shumë. Tjetër thotë Fadilit ka përmend, tjetër thotë Xhafi, kështu përmendet kjo. Por pejgamberi sa mësoi, me thon subhanallah, ti merr shpërblim sadok. Me thon alhamdulillah sadok. Me thonë la ilaha illallah sadak, Allahu akbar, me thonë sadak, edhe tha, me urdhënu për të mirë o sadak. Ti, loj dashur musliman, kur e shet që një vllot tanë dë musliman, ju ka dobësu namazi, në që fol 5 vakte, ti fol 4 vakte, edhe këshillan, ma të që zotit, se Allah i zban do të 5.000 fol, e këshillan e me fjol matë mira matë, ke marë sadak. Nëse njën e shet duke është hajdut, përpiqesh mja hek hajnin e këshilla mos e vëllai hajnia është e rëndë, dënimi për hajnin është kështu në dunjë, kështu në ahiret. E këshilla tjetër për shembull ka gjuhën e ka gjuhën të rëndë. Fol fjalë fyse të rënda. Atë ti e këshilla për të mirë, tha pejgamberi on sadak. Ose këtu edhe ndalimin nga e keqja. Këtu hinte ndalimi edhe nga e keqja. Kur e këshillan për të mirë, njëon është pak më thot hajde për shkojnë atë në xhami, hajde se është mirë. Ajo është hujë vetë bënakia. Edhe e merr për dorë një vëlla musliman e vjen këtu. Ka urdhëruar për të mirë. Sadoko. Cilin do që ka marrë për dorë dhe vjen, ka sadok. Të cilin do shok të punës tonë, se këtu plot vërej që janë punëtor, alhamdulillah, që jeni, edhe e merr një punëtor tjetër ka shok që punon me një punë. Veç pse pe merr për dorë ti, a shkojnë, veç pse i thu, a shkojnë në xhami. Ngona një ligjerat që asë të mujna me kuptu, edhe shkujna e falë mëson shpërblimi madhë me fale, me po mos me falë 3 gjumoja vullusën zemrat e anik nej, edhe këshillan vjen sadak. Pra nuk është krej sadaka, dikush të të valla mu kanë mbyll dyrt e sadakas. Shpërblimin e sadakas unë s'muj me arrit. Pse? Se s'po kanë pare. Pejgamberi jam se këtyre sahabive, nëse s'ki pare me dhënë sadak, ka dhe metoda tjera. Metodat e tjera që kanë ka sillë shtoj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, krejt llogaritën sadak dhe kur ta urdhënosh tash një për të mirë, ke marr sadak. Kur ta urdhënosh një për të keq, e sheh, njëri mund të jetë shumë djalë i sjellshëm. Në ato të përgjithshme po flas. Shumë i sjellshëm, por punon me ty, i ka mjaftu, nashta veç shoki, veç më thon shoki, hajde për shkojmë në xhami. Po kështu ai shefi po na jep pushim çit në orë. Hajde shkojmë në xhami çato bëri, ish në xhami, ishte mirë, pastet ku diçka, hajde shkojmë çato, edhe merr shpërblimin se ti pesjell këtu me sadak. Shpërblimin e sadakos. Edhe thash kur ndalën nga e keqja, e pastaj ka fundi hadithit. Pejgamberi alayhis tha, me ju afëru tha, edhe me ju afëru bashkëshortës tonë për intimitet, tha është sadak. E kur i thash në qytetën sahabit, qysh thanë, o i dërgumi Zotit, a më ju afru bashkëshortës për mardhonje, a dhe këtu pas ka sadaka, veç nëse njetin, dhe të shkjaj, për hirtë Zotit, se është bashkëshortja ime, ti afruhna edhe ki, edhe këtu sadak, pra edhe më s'pash pare heq, s'pu të da kam pare, s'pu të dash kam pare, veç i afrush bashkëshortës, edhe me këto merr sadak. E u çuditën, i thanë ai dërgumi Zotit, a dhe që tu sadaka, veç në jetën. Thanë edhe që tu sadak, pejgamberi tha, po normal që sadak. E me bomba kia tha pejgamberi alayhis. Nëse njëri i afrohet një grus tjetër, ose njëri shkon, kjo është nuk është hadith, kjo për metash. Ose njëri shkon në ato vendet e natës, ose njëri bashkohet shkon bani moralitet, a do të që të s'ko gjunaha? Je ko gjuna. E me që në të haram pas ka gjuna, pse në halal pas ka sevop? Edhe sadok? Kështu që tha pejgamberi alayhi as-salatu kështu ju drejtu sahabëve, e pastaj ata shkun, edhe kur e pon që netën sahabit me njëherë, se e në konë njerë që si kanë dëgju për një hajr, me njëherë me bogara, cili pe vanë. Netën ata pasani ka që kuku, edhe që ka sadaka, edhe janë nesën me thonë, subhanallah sadaka, elhamdulillah sadaka, la ilaha sadaka, Allahu akbar sadaka, edhe bashkërët e me ju afru sadaka, ju mërta dhe na e bojnë,
Edhe janë nesën edhe ata, kur ndëgjun fukarat, shkun tek pejgamberi, jo pse xhelozun. Po thanë, domethënë edhe që të na arritën kishin qef mu shtyn hajër. Nëse do mu shtyn me bë garant i kanë ban hajër. Edhe shkon ai dërgumi Zotit, po edhe këta tash ndëgjun që këto ishin, sa të më shef se kam shef dijen. Thanë, ndëgjun që këto ishin sadak, po ja ke nis mi bota shapet, neve pa apet po na kalojnë me cilën sa apet pasurinë e kanë. Tha o shoktë mi. Dhalike fadlullah yu'tihi man yasha. Kjo është fadilet e Allahut, Allah ja jep kujt të dani. Mëse tash ke tragjike sanet, çka dish Zoti më dhon juve, çka dish më dhon atyre. Na është edhe pak fjalë flasni për këtë hadith, na është kalojnë në hadithin tjetër. Na lusmi Allahun azza wa jalla na fort na mshën. Lusmi Allahun azza wa jalla në xhenet me pejgamberët e na takon walhamdulillahi rabbil alamin.